Po moderne... Do më thonë ti s'je pro barazisë gjinore. Donë që gruaja me qenë gjithmonë pak ma poshtë. Ma poshtë. Për pak me ndonë, për pak. Jo për me... Apo këpëtan? Merita, në raport familjar të kjo, je pak më poshtë? Ky bashkëshorti më fletë në përgjithësi. Kur isha ato që kanë dalë jashtë vijave, a e kuptan? Jo, mund të flasë për bashkëshortin e vetë, përgjithësi. Lidhe me mu, unë nuk e di pse, sepse këti penguj kur ishe disa femna që bojnë lasdrime në rrugë, trathojnë, bojnë gjanat këqia, ndryshojnë pamjen e tyne, e tjera është kundur këtyne gjana. Asaj për këtë unë shembull si bashkëshorte e ti, unë nuk kom asë një ndalje, se kom lirin e botës dhe Ato në fri. kanë bëjnë ma shumë me karakterin e njëri Do shta dhe më ka vrejt se kush jëmë dhe qka, dhe nuk më ka ndërhy asë njerë me thonë... Dhe thëtë nuk i pëlqejnë këto ndërhyrjet estetike? Jo, ato jena... As pak. As pak. Aty jo me dhonë kundur këtyne gjanave. As duhet se cili person me pas të drejtën kur ka një kompleks të shlirohen... Jo vetëm kompleks, po këdo që të mirëmbaj veten, do të thotë. Po i po që me të prua, po këtën. Me të pru jo. Nëse flasëm për temën tradita dhe moderniteti, si përkasëm asoj. Kanë gjana shumë që kanë dalime piskajt në skaj, sepse atëherë ka pas respekt më të madhë. Kur flasëm të familjet. Tash fëmijës dhe gjënë prindin, bën çfarë don, hindel kur don, dhe po vinë të divorce, po vinë të problemet, qiftet e martura besa, mundu me kalu edhe të ushqimi, atëherë është ushqy nasi shqiptarë Kosovës, imi ushqy kretë ndryshe, tash hajmë kretë të ushqem, atëherë ka një tu me ka 120 vjetë, sot 5-60, do shta me 40, përfundon jetë, në më thonë ka ndryshime shumë të mdhaja. Nësemi kundur traditës apo kundur kohës sotit, sepse mund ka prek edhe ku e lasht edhe moderniteti sot se e shof. Unë më ndohëm të i bashkoj gjitha dhe të shkojmë me një farë balance, e kuptan. Me ata njerës që kanë atë karakter, unë këthehim dhe i përshtatëm. Po që se kemi përbal një përsan që është i modernizun dhe hecën kohën e tashme, unë mundëm edhe me ata më përshtatë. Po ti cila pik je? Unë jam të pika shambull, jam kundur kulturës, femrave dhe mashkëve rini, po dhe moshav tona gjitha, që bojnë tradhtit shumë. Një. E dita, kjo ka dalë jashtë vijave. Kjo ka shkel kulturën tonë. Tradicionalen dhe moderne. Jo, po, se atër kanë qenë femrat më të zapune dhe ka qenë karakteri më i pastër, dhe tane kanë lirin më të madhe dhe s'din qëfar bojnë. S'din qëfar bojnë. Sot do shte i kalu për mendimin të mështri. Mos kanë qenë matë më shefta? Ka pas edhe atëherë i lasdrim dhe që, se s'po du me full në atë fjallën e pistë. Po, e kam pas pak ndroj prindin ato adin, kam pas atë që kemi thonë marifet në atë ko. Unë e kisha me thonë që kam pas frikë ma shumë. Frika, po. Qërtimi ka ndodhë me shekuj. Qërtimi ka ndodhë me shekuj. Edhe ma keq ka ndodhë në brenda familje. Unë jam edhe produkuse e fejsë islamën. Disa, ndoshta jo në ekstrem, po deri diku më ndohëm me mëri të përcilje. Feja është edukat, është diçka brenda vetës. Po, prej Kuranit kanë dalë gjitha, të gjitha, krejt shkenca, kultura, zbulimet, gjdo gjë kemi prej Kuranit, që sot e ekspertizmin, sot e ka arrit me zbulu në qilë, në të toke, gjitha. Ti po thu pak ma poshtë gruja, në studio diçka gruja, si ma në akim të e fa. Aktivizoho. Diçka brenda vetës që na praktikojnë me... Vazhdojmë, po ndjekim një kronik të cilën e ka pregadit gazetarja Ionir Danila, e kthehemi në studio pastaj ta diskutojmë edhe njerët së bashku. Nga rrugët e qeta të dikurshme, te ritmi i shpejti jetës së sotme, shoqëria shqiptare ka përjetuar ndryshime të mëdha në çdo aspekt të jetës. Në vetëm pak dekada, jo vetëm pamja e qyteteve dhe fshatrave ka ndryshuar, por edhe mënyra se si mendojnë, jetojnë dhe komunikojnë njerëzit. Dikur familja ishte qendra e çdo aktiviteti shoqëror, brezat të tërë jetonin në të njëjtën qati, ndërsa vendimet merreshin bashkarisht. Respekti ndaj të moshuarve konsiderohej i padiskutueshëm dhe fjala e prindit kishte peshë të veçantë. Sot edhe pse vlerat familjare vazhdojnë të jenë të rëndësishme, individualizmi ka marrë më shumë hapësirë. Sot po flasim për një produkt revolucionar, çajrat Mana.